A e keni ditur se qepa zgjat jetën? Ky studim do ju befasoj. Qepët janë ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinë, por edhe në mjekësinë popullore. Qepët njihen si antibiotik të fortë natyral sepse janë të pasur me sulfur. Sipas të dhënave, fal kësaj substance dhe jo vetëm, qepët kanë aftësinë të eliminojnë radikalet e lira dhe të luftojnë gjithashtu problemet e ndryshme kronike. Qepët përdoren gjërësisht kundër kollës të ftohurës, bronkitit, infeksioneve dhe forcimit të sistemit imunitar. Përfitimet e qepës janë të larmishme. Prijeni qepën dhe shtypeni duke përzierë me vaj ulliri sa të formohet një pastë trash. Me të fërkoni kraharorin dhe mbulojini me një peshqir. Aroma e lëshuar nga qepa do të zhbllokojë kraharorin nga sekrecionet. Qepa gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër kollës e përdorur në kombinim me mjaltin në formën e një shurupi. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër pickimit të insekteve, të vjedhurave, djegjeve të lehta të lëkurës, problemeve të fytjet dhe gjithashtu në pastrimin e ajrit.